Gjykata kushtetuese 7 herë ja ka kërkuar komunës së Tetovës dhe qeverisë dokumentacionet për emrat e rrugëve. Taravari paralajmëroi se mund të hyjë në qeveri me një marrëveshje të re për eurointegrimet. Mickoski ja rikujtoi tenderin me Gjoka. Klinika për sëmundje të fëmijëve ka shënuar ulje prej 300% të shkallës të vdekshmërisë në 2 vitet e fundit. Nxënësit e klasës së 9 dhe ata të vitit të 3 edhe këtë vit do të mësojnë në tekste të vjetra edhe pse programi është i ri. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmet. Gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin lidhur me riemërtimin e rrugëve dhe objekteve publike në Tetovë në vitin 2007. Gjatë procedurës ajo ka kërkuar plot 7 herë dokumente si nga komuna e Tetovës, ashtu edhe nga qeveria, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. As komuna dhe as qeveria nuk kanë dorëzuar dokumentacion që dëshmon pëlqimin apo miratimin zyrtar për ndryshimet e emrave. 4 kërkesa drejtuar komunës së Tetovës dhe 3 kërkesa drejtuar qeverisë, por të shtatat pa asnjë përgjigje. Gjykata kushtetuese publikoi vendimin me të cilin në vitin 2007 u riemërtuan 10 rrugë, sheshe, ura dhe objekte publike në Tetovë. Në arsyetimin e publikuar, gjykata kushtetuese bën të ditur se gjatë procedurës 4 herë ka kërkuar nga komuna e Tetovës dokumentacionin e plot që ka paraprirë miratimin e vendimit. Megjithatë, komuna nuk ka dorëzuar as kërkesën drejtuar qeverisë për marrjen e pëlqimit dhe as ndonjë dokument që dëshmon se një pëlqim i tillë është dhënë. Për të verifikuar nëse ekzistonte një akt i tillë, gjykata në 3 raste është drejtuar edhe qeverisë, por as ajo nuk ka dorëzuar dokument që do të dëshmonte se kishte miratuar listën e emrave të propozuar nga komuna e Tetovës. Nga dokumentacioni shqyrtuar, gjykata ka konstatuar se nuk ka prova se është respektuar procedura ligjore e parapar për ndryshimin e emrave të rrugëve dhe hapësirave publike. Për këtë arsye, gjykatësit vlerësuan se vendimi është miratuar në kundërshtim me ligjin dhe me parimin kushtetues të sundimit të së drejtës. Vendimi i shfuqizuar ishte miratuar në vitin 2007 dhe përfshinte ndryshimin e emrave të një numri të madh rrugësh, sheshesh dhe objektesh publike në Tetovë. Kryeministri Kristian Mickoski tha se ka biseduar me kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasami që rrugët e Tetovës të emërohen me emra personalitetesh që kanë dhënë kontribut në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryeministri tha se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk i komenton, por ka shtuar se ky vendim nuk është përfundimtar. Pas një sër kritikash edhe reagimesh e lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit për emërtimin e rrugëve në Tetovë, me çka u rikthyen disa emra të vjetra. Sot, për këtë çështje ka folur edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski. Ai tha se ka biseduar me kryetarin e komunës së Tetovës Bilal Kasami që rrugët që janë me numra ose pa emra në të ardhmen të emërohen me emra të personaliteteve që kanë lënë gjurmë në shtet. Megjithatë, Mickoski tha se vendimet e gjykatës nuk i komenton, por ka shtuar se ky vendim nuk është përfundimtar. Sipas Mickoskit, qëllimi është që këto rrugë të marrin emrat e personaliteteve që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për shtetin e pavarur të Maqedonisë. Mendoj se kjo është fillimi një procesi i cili do duhet të rezultojë me vendim. Përndryshe, me Bilal Kasamin kemi biseduar që në të ardhmen emrat e rrugëve që janë me numër ose pa numër, të marrin emrat të njerëzve që janë meritor për Maqedoninë, si shtet i pavarur, dhe unë qëndroj pas kësaj, për shkak se do të ishte mirë që rruga të mos jetë me numër, por të jetë me emrin e ndonjë njeriu që është meritor për shtetin e pavarur të Maqedonisë. Kujtojmë se çështja e emërtimit të rrugëve në Tetovë është rikthyer në qendër të debatit publik pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të vitit 2007. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra politike, sidomos ata të partive shqiptare në opozitë, të cilët e konsiderojnë atë si cënim të identitetit dhe trashëgimisë historike të shqiptarëve në Tetovë, ndërsa autoritetet komunale paralajmërojnë se do të vazhdojnë procedurat për emërtimin e rrugëve në përputhje me ligjin. Nënkryetari i komunës së Tetovës
Albi Qamili para disa ditëve tha se këto veprime janë të organizuara nga BDI dhe Gjykata Kushtetuese, duke shtuar se vendimi i vitit 2007 për emërtimin e rrugëve në gjuhën shqipe ka qenë vendim gjysmak nga BDI, teksa tani tha se do të regjistrohen sipas ligjit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari nuk e përjashton mundësinë që ASH të bëhet pjesë e qeverisë, por siç tha, vetëm me një marrëveshje të re në të cilat do të kishte së paku garanca për fillimin e negociatave me BE-n. Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski ju përgjigj Taravarit duke ia rikujtuar kontratën me kompaninë Gjoka. Ai tha se garanci më të madhe për rrugën euroatlantike sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari nuk e përjashton mundësinë që ASH të bëhet pjesë e qeverisë, por siç thot, vetëm me një marrëveshje të re, në të kundërtën, ai tha se është nënshmuese të hyet aty prej ku ke dalë. E për të bërë pjesë e qeverisë, Taravari në emisionin Debat në Shenja shpalosi disa kushte, i cili kërkon garanca për fillimin e negociatave me BE-n dhe votimin ndryshimeve kushtetuese. Vetëm se me një marrëveshje të re, në të cilët do kishte paku garanca për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe ndryshimet kushtetuese, në atë rast edhe mund të diskutohet. Për ndryshe, nuk kemi çfarë kërkojmë atë. Ndërkaq, kërkesën e Taravarit e ka komentuar numri 1 i qeverisë, Kristian Mickoski, i cili në një përgjigje në formë të cinizmit tha se garanci më të madhe për rrugën euroatlantike sesa prishja e kontratës me Gjokën nuk ka. Pa по-голема гаранция за евроинтегративниот пат од раскинување на договорот со Ѓока нема. А вакви работи не се разговараат преку медиите. Kujtojmë se Arben Taravari ishte një nga figurat kryesore të koalicionit të Vlen. Disa ditë para zgjedhjeve parlamentare, ai si një koqir priti në selinë e Vlenit kryetarin e VMRO-DPMN-s, Kristian Mickoski, i cili në atë periudhë konsideroi favorit përfitore. Takimi u shoqërua me publikimin e një fotografie në rrjetet sociale, e cila u interpretua si një sinjal i qartë për bashkëpunimin e ardhshëm mes dy bloqeve politike. Pas zgjedhjeve, Vlen u bë pjesë e qeverisë së re, ndërsa Taravari mori drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Megjithatë, pas mospajtimeve politike brenda koalicionit qeverisës, ai u largua fillimisht nga Vlen e më pas edhe nga ekzekutivi dhe kaloi në opozit, ku në zgjedhjet e fundit lokale bashkëpunoi me Bashkimin Demokratik për Integrim. Drejtori i klinikës për sëmundje të fëmijëve Recep Mehmeti alarmoi për mungesë serioze të punëtorëve në këtë klinikë dhe thotë se po vihet në pikpyetje cilësia e shërbimeve mjekësore. Veç 50 të punësuarve që për shkak mos vazhdimit të kontratave të punës nuk punësojnë më në klinik. Drejtori Mehmeti thotë se nga 144 motra medicinale që janë me vendime pune, 67 prej tyre nuk mund të mbajnë kujdestari ose punë me turne. Klinika për sëmundje të fëmijëve po ballafaqohet me mungesë serioze të punëtorëve dhe po vihet në pikpyetje organizimi i punës dhe i cilësisë së shërbimeve mjekësore për pacientët tanë. Kështu alarmoi sot drejtori i klinikës për sëmundje të fëmijëve Recep Mehmeti, pasi së fundmi rreth 50 të punësuar mbetën pa kontrata pune, të cilët edhe protestuan disa herë para institucioneve përkatëse. Ai bëri me dije se pothuajse gjysa e motrave medicinale ose gjithsej 67 motra medicinale nuk mund të mbulojnë kujdestarin dhe punën me turne, ndërsa shtoi se momentalisht klinika nuk ka asnjë të punësuar me kontratë pune. Nga 144 motra medicinale që janë me vendime, 25 prej tyre janë të moshës mbi 60 vjeçare, që do të thotë si vjet edhe në mot ata shkojnë në pension. 15 motra medicinale janë të moshës mbi 57 vjeçare, me ligj janë të liruara nga kujdestarit. 11 motra medicinale punojnë me orar të shkurtuar me vendim nga institucionet përkatëse. 16 motra medicinale mungojnë për shkak të pushimit të lehonisë. Mungesa e personelit bëri me dije se i ka detyruar ta mbyllin përkohësisht repartin e imunologjisë, gjithsesi kanë bërë bashkimin e këtij reparti me pulmologjin A për ta tejkaluar këtë periudhë kur kanë mungesë kuadri. Për 50 punëtorët e klinikës që kanë mbetur pa punë dhe për të cilët Ministria e Financave tha se nuk janë personel mjekësor, drejtori informoi se prej tyre 23 persona janë personel mjekësor, 18 motra medicinale, 4 laborantë dhe 1 biolog. Ai më tej theksoi se kërkesat për plotësimin e vendeve të punës klinika i ka bërë në kohë dhe sipas ligjit,
Klinika për sëmundje të fëmijëve theksoi se është niveli më i lartë i shëndetësisë pediatrike, ku përfundojnë pacientët me gjendjen më të rëndë klinike dhe sëmundjet më komplekse nga gjitha qytetet e vendit tonë, dhe prandaj tha se nuk guxojnë të lejojnë të bëhen improvizime. Klinika për sëmundje të fëmijëve ka shënuar ulje prej 300% të shkallës së vdekshmërisë në 2 vitet e fundit. Drejtori Recep Mehmeti theksoi se ky përmirësim është rezultati i angazhimit të stafit dhe ekspertëve të pediatrisë dhe përmirësimit të kushteve në klinik. Sipas të dhënave zyrtare, vdekshmëria ka rënë nga 1.51% në vitin 2015 në 0.51% në vitin 2025. Ndërkohë, në 3 mujorin e parë të vitit 2026 është regjistruar niveli më i ulët i vdekshmërisë në 17 vitet e fundit me vetëm 0.27%. Ulja e shkallës së vdekshmërisë në këto 2 vite është për 300% krahasuar me vitet paraprake. Këto rezultate i prezantoi sot drejtori i klinikës për sëmundje të fëmijëve Recep Mehmeti. Kjo rënje e theksuar e shkallës së vdekshmërisë sipas drejtorit Mehmeti është rezultati i përkushtimit dhe angazhimit ekipor të klinikës dhe ekspertëve të pediatrisë. Sipas të dhënave zyrtare statistikore nga sistemi i informacionit të klinikës për periudhën 2014-2026, analizat tregojnë se për shembull në vitin 2015 përqindja e pacientëve të vdekur në raport me pacientët e shtruar në spital ishte 1.51%. Ndërsa në vitin 2025, shkalla e vdekshmërisë ra në 0.51%. Ndërsa dhe me optimiste shtoi ai, janë shifrat e 3 muajve të parë të këtij viti. Veçanërisht inkurajuese janë rezultatet krahasimore për 3 mujorin e parë të këtij viti. Domethënë, në 3 mujorin e parë të vitit 2026, shkalla e vdekshmërisë është 0.27%, që është niveli më i ulët në 17 vitet e fundit dhe afërsisht 2 herë më e ulët krahasuar me vitin paraprak 2025. Po ashtu ai këto rezultate i atribuoi përmirësimit të kushteve në klinik, pasi siç bëri me dije kanë realizuar më shumë se 24 projekte kapitale. Ndërkaq përmendi se vlerësim pozitiv për rezultatet e arritura në klinikën e fëmijëve kanë dhënë edhe vlerësuar së jashtëm nga Agjencia për Cilësi dhe Akreditim të Institucioneve Shëndetësore në RMV. Nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën do të marrin libra të rinj shkollor, ndërsa për klasën e 9 dhe vitin e 3 të shkollës së mesme programe të reja mësimore dhe libra të rinj shkollor janë paralajmëruar për vitin e ardhshëm. Ministri e Arsimit Vesna Janevska deklaroi se sistemi furnizimit dhe dorëzimit të librave shkollor është stabilizuar dhe se problemi me dorëzimin në kohë është tejkaluar. Nxënësit e klasës së 9 dhe ata të vitit të 3 të shkollës së mesme edhe këtë vit do të përdorin tekste të vjetra shkollore, pasi librat e rinj për këto nivele nuk janë përgatitur ende sipas programeve të reja mësimore. Ndërkohë, nxënësit nga klasa e parë deri të tretën kanë marrë komplete të reja tekstesh, ndërsa në ditët në vijim do të shpërndahen edhe librat për klasat e tjera të arsimit fillor dhe të mesëm. Ministri e Arsimit Vesna Janevska deklaroi se sistemi i furnizimit dhe shpërndarjes së teksteve tashmë funksionon në mënyrë të qëndrueshme, ndërsa librat e rinj për klasën e 9 dhe vitit të 3 të shkollës së mesme pritet të përgatiten vitin e ardhshëm. Në ditët në vijim do të fillojë edhe shpërndarja e teksteve për klasën e 4 dhe klasat më të larta në arsimin fillor dhe të mesëm. Porosit janë bërë librat po shtypen për të gjitha lëndët, përfshirë dhe ato për të gjitha gjuhët e huaja, të cilat mungonin prej vitesh, por janë siguruar që nga viti i kaluar. Përjashtim do të jenë tekstet për klasën e 9 dhe vitin e 3 të shkollës së mesme, sepse sipas planit për reformimin e sistemit arsimor, vitin e ardhshëm parashihet hartimi i programeve të reja mësimore dhe paralelisht me to edhe i teksteve të reja shkollore. Ndërkaq, kryeministri Kristian Miskovski theksoi se është për të ardhur keq që në kohën e inteligjencës artificiale ende konsiderohet të sukses shpërndarja në kohë e teksteve shkollore. Paga mesatare mujore neto e paguar për të punësuarit në muajin prill të këtij viti është 48.779 denar, ndërsa krahasuar me prillin e vitit të kaluar është më e lartë për 7.3%, ka njoftuar sot enti shtetëror i statistikave. Kjo rritje i atribuohet para se gjithashtu rritjes së pagës mesatare mujore neto të paguar për të punësuarit në sektorët aktivitete financiare dhe veprimtari sigurimi me 27%,
furnizimi me ujë, largimi i ujrave të zeza, menaxhimi i mbeturinave dhe aktiviteteve për sanimin e mjedisit me 9.4%, si dhe tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motocikletave me 9.2%. Rritje e pagës mesatare mujore neto të paguar për të punësuarit krahasuar me muajin paraprak është të vërejtur në sektorët aktivitete financiare dhe veprimtari sigurimi me 20.1%, tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motocikletave me 2.1%, si dhe aktivitetet administrative dhe shërbimet ndihmëse me 2%. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se do të pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit përpara se të nisë komunikimet me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja. Por sa tërë certifikohen rezultatet, fillojmë komunikimet me njëherë, u shpreh Kurti në përgjigje të shkurt për media pasi mori pjesë në ngjarje kulturore në kryeqytet. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dje ka bërtëditur se do të pres përfundimin e procedurave ankimore para se të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kosova ka mbajtur 3 procese zgjedhore parlamentare brenda rreth 1 viti e gjysmë. Belgjika ka lëshuar një urdhër arrest ndaj ish komisionerit evropian Dimitris Avramopoulos në kuadër të hetimeve për skandalin e korrupsionit të njohur si Qatargate. Hetimet të nisura në vitin 2022 lidhen me dyshimet se zyrtar të BE-s kanë marrë shfete nga Katari për të ndikuar në vendimarrje. Gjatë hetimeve janë sekuestruar rreth 1.5 milion euro para kesh. Avramopoulos, ish komisioner për emigracion dhe aktualisht deputet i Nea Demokracisë, dyshohet se ka marrë pagesa mujore prej 5.000 eurosh përmes një OJC-je të themeluar nga Antonio Panzeri, një figurë qendrore në skandal. Autoritetet belge akuzojnë për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe përfitim financiar prej rreth 73.000 eurosh. Avramopoulos i ka mohuar akuza duke i quajtur të pabazuara dhe ka kërkuar hetim të plot për çështjen. Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë sot se aftësitë raketore të Teheranit nuk janë diskutuar në negociatat me SBA në Zvicër dhe përjashtoi mundësinë e lejimit të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të vizituar objektet bërthamore të synuara gjatë luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka thënë se programi raketor i Iranit nuk u përfshi kur në bisedimeve Washingtonin. Ai theksoi se Teherani nuk ka ndërmend të lejojë inspektorëve që hyrjen në objektet bërthamore të sulmuara nga SBA-ja dhe Izraeli. Ministria franceze e sportit ka thënë sot se rreth 20 persona kanë vdekur si pasojë e mbytjes në ujë që nga fillimi i fundjavës, ndërsa vendi po përballet me valën e të nxehtit në rritje. Për të martën, 54 departamente janë në alarm të kuq dhe 35 në alarm portokalli pasi temperaturat pritet të arrijnë në 40 gradë Celsius. Edhe disa vende të tjera evropiane po përgatiten për temperatura të larta. Zyra e meteorologjisë e Britanisë së Madhe lëshoi alarm të kuq për të nxehtin ekstrem, për të mërkurën dhe të ejtën me parashikime që tregojnë se rekordi ditori të gjitha kohrave të qershorit mund të thyhet. Në Spanjë, shërbimi kombëtar i motit Amet lëshoi alarm të kuq dhe Portokalli në shumicën e pjesëve të vendit pasi temperaturat pritet të arrijnë në 44 gradë Celsius. Disa rajone të Portugalisë pritet të përjetojnë temperatura afër 40 gradë Celsius, ndërsa Italia gjithashtu lëshoi alarm të kuq dhe Portokalli në disa qytete. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.